Në kuadër të kontrolleve intensive që po zhvillohen në të gjithë territorin e qarkut Lezhë për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, finalizuan operacionin e koduar Vigjilenca 3. Gjatë operacionit në territorin e fshatit Skuraj u konstatuan bimë të dyshuara narkotike Cannabis sativa, të cilat u asgjesuan nëpërmjet djegjes. Shërbimet e policisë kapën në flagrancë në vendin ku ishin kultivuar këto bimë dhe arrestuan shtetasit me inicialet AH 25 vjeç dhe ST 19 vjeç, banues në fushë Milot Kurbin, të dyshuar si bashkëpunëtor në këtë veprimtari kriminale. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një automjet dhe sende të tjera që do t'i shërbejnë hetimit për dokumentimin e plot ligjor të rastit. Kontrollet antikanabis vijojnë në të gjithë territorin e qarkut Lezhë, ndërsa materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.